Edhe korona keni korona në gjuhën maqedone. Fillojna njerë Koroni po në gjuhën maqedone kur u përkthi, ta bëjna një retrospektiv. Duket Hasan Xhila. Hasan Xhiloja, Allahu e shpërbleft, alhamdulillah, o kon, domethënë një iniciativë shumë e mirë, po unë ku bisedu me Hasan Xhilon personalisht. Bisedu. Vonu ka përkthi, ha? Korona në gjuhën maqedone. 2003-2004 ashtu diçka, jo. Po, më kur e paçit. Se ne shihemi te biblioteka. Po. Shikoj. Është një domethënë kjo e din profesori Xhilo, e din, po ai ka domethënë pikpamjen vetë. Është e përkthime në dialekt. Dialekt gjuhës maqedonase. Edhe në kusht i kuptueshëm për popullatën e gjanë maqedonase. E qartë. E din? Ai be kjo sikur ti shpërkthit shqip në dialekte të varçe. Të varçe është. Që nuk është e kuptueshme për Tiranusin ose për Prishtinalin. Shansën Prishtinalia. Tiranës më hiç. Prishtinalia diçish hajt. Nëse shumë analogji të mira, po ne? Po. Edhe pastaj një grup e mori guximin edhe alhamdulillah e isha edhe unë pjesëmarrës në atë grup. E përkthim, e bënëm, e përgatitëm në gjuhën maqedonase përkthim të ri. Edhe që është i kuptueshëm për krejt maqedonët. Për krejt, po. Domethënë në gjuhën letrare maqedonase u shtyp në, domethënë këshire krejt aktivitetet që kena bënë, kemi këshirë, domethënë kemi shiku libra që kemi botu të shpërndahen. Edhe është domethënë thik me ditë. Domethënë edhe mirosh edhe keq. Mirosh që mrin ma let të lexuesi libri. Keq është që i vjen shumë edhe i vjen lexuesi domethënë që merr një libër. Su ka munu. Kartë kjo, pela ka vlerë shumë. A ka vlerë ki libër masim kartë, është propagandë në thojsa. Po, dhe. E qarta, shumë mirë të fotë. E kemi analizuar edhe këtë çështje, edhe inshallah kena gjetë një farë mesi. Libri duhet më dhënë çmim që me vlerësuaj. Po, këshire që kena bëne. Kena bënë domethënë edhe pa pare, po edhe me çmu. Qish. Këtë sende kuptum vitin 2014. Po ne shumë larg shku, mu dash prej 94-s deri në 2014 ka 20 vjet, po nejse inshallah kthehemi për do aktivitete tjera para 2014. Vitin 2014 përkthimi i Kuranit, domethënë u shtyp në jashtë Maqedonisë, duket në Austri 10.000 kopje. 10.000 kopje. 5.000 mbeten për jashtë, për grupe qartë, të cilin e folin, e flasin gjuhën maqedonase, kurse 5.000 për nevojat e lexuesit këtu në Maqedoni. 5.000. Kur qonë. Edhe e kishin një farë metode interesante ai projekti, edhe se kur është projekti ta jep dikush projektin, edhe ti dush me shku sipas rregullave të projektit, si amanet është ajo. Edhe ne e bënëm një grup bile se dia nënti foto kështu në prapavi kur bën mohabet apo se kemi. Nejse. Kemi foto që kemi shpërndarë. Foto në domethënë qendrën tregtare Ura ose Stokovna kuqa Most. Domethënë aty ku ka shumë frekuencë të madhe. Po në pite Ura Gurit kur hin çarshia po. Kur hin çarshi, nimja çarshis. Aty e bënëm standin. Edhe apo don me ditë për 2 ditë u shpras. Dimi Kurana. Shiko, street dawa. Domethënë dawa e rrugës është send shumë i mirë, unë e pëlqej. Ama nuk është për krejt vendet. Domethënë Gjermani kur vjen me marr në libër ta lexon. Ai merr shfleton, edhe shikon, mirë analizon, edhe ja bën fifil kosten ose që shtiret Gjermani, sa kushton kjo? Ti thu gratis, domethënë edhe thot file danke edhe vazhdon. Po. Amton, nëse se intereson vesh kesh edhe ta kthen. Amton. Apo don ti tani Mojeliza kom shif ka ta, Mojeliza tet ka ta bën për komshien,
a bon për çikën e hallës, edhe vike njëri ka 3-4 Kur'anin mirë. Edhe unë e pas që ja, s'ka këto. S'ka bereqet. Inshallah ka lexuar edhe Kojshika, po. Inshallah ka lexuar. Ama shumë më duk edhe e pafritshme. Çka bënëm ne e tërhaku. E tërhoqëm domethënë, e ndalëm projektin mas ditëve. E formum një faqe Facebookit, inshallah kjo është motivim edhe për tjertë me punu. Që për tjertë si ide. Po, da, po. Që va tregoj kretëve që pa pare e keni, inshallah më shkruan mu se vape, se s'është pa pare, për se vape e bëj. Po, da. Është vlera, është domethënë valuta më e madhe se pare. Po. Që të në varë kena më i madhe. Qatë. Domethënë valuta më e mirë se vape, alhamdulillah. Inshallah bëmi miliardera. Amin, inshallah. Çka ndodh, s'no? E bëm një faqe në Facebook, Kur'anin në gjuhën maqedonase. Edhe shkrytëm, shpërndajmë Kur'ana edhe bëm sponsor. Atëre fillum këto, edhe me sponsoru, po, rrjetet sociale. Sponsoru në rrjetet sociale, kretë Maqedoninë sponsoru. Kusht. Dhe më thonë, e japim gratis. Falas. Po. Kusht, s'ka kusht. Vetëm e shkruan emrin, emrin, adresën, as numrin e telefonit në kene nevojë. Po, da, po. Edhe u lajmëruan shumë vejta. Dhe më thonë, ditëremi Kurana që kanë med, në kadar, edhe kena shpërnda dhe kështu, aman, shumë kena shpërnda për mes postës. Po, da, shumë kena shpërnda për mes postës. Ku e komat, i kthejnë ati asaj bisedës me nëzit. Dhe më thonë, ti e targeton lexuesin. Çish e targeton? E gjen lexuesin e përshtatshëm, me atë që ai të interesohet ta merr librin. Po, e s'tash ti e sponsoron, ku është dallimi? Dallimi është vetëm që nuk ka dhënë pare, po i ka ardhur pa pare. Ama ai e kërkon. Me momentin që ai e kërkon, domethënë shansat që e lexon, që ai ndan me ti që ka bu vakin i Maqedon, nuk dëke me dhon emrin adresën. Tha unë frigom, ka pasë edhe ashtu. Frigom ta hap adresën, a ka mundësi të vite magazini. Ajde, erdh magazin, magazin që vjen shqip. Ja dham Kur'anin për të mirë. Amonton edin do më thonë ide e mirë kjo. Edin që me nxit njerëzit me mërin. Me këshir kush e ka seriozisht me lexu. Seriozisht, kush e ka për një me. Elhamdulillah, edin shumë Kur'an është përdojnë. Sa janë shpërdojnë kështë një numër? Po, të ka dhe masane për qërë, kjo kur gjonë, së është 5.000. 5.000, 2.000 u shpërdajtën, edhe 3.000. Ajde bënë pi 3.000-ve, 1.500 me post, 1.500 kështu ndorë. Se prap vishin organizata, në vendeve ndrysh, po zëna vinë prej fshatnave ndryshme të Maqedonisë, kena ndigju se keni Kur'ana se një këthen ti ato. Për gjematin tonë. Se s'mundish me i këthi. Edin se ti ki dedikume për Maqedoncat, edin për jo muslimant, ama vinë edhe Maqedon musliman. Nejse, Turqeli, Ram, që i përmende, së një këthen, nejse, alhamdulillah, qëti problem u bënën shumë e shpërndajtin, duhet fond me grumullu fond, fond mi pagujt postën, po. Problema, po. Ajde, po zona 1.500 Kur'ana. 1.500 Kur'ana. Sa menon që është postë? Problema, duhet, po. 10 euro, është? Po. A janë 3.000 euro. E shiko që ka zbulum në subhanallah. Kur donë Allahu me ta lektësu. Herën e parë shkojnë në postë, ne? Këto, dhe më thonë, dhona, inshallah me njetë i shpërndajna, që ta shti va të regoj, që më vë lektësu organizatave që janë në fushë referimin e davetit, si do më shtu në Maqedoni, që të më va lektësu, kur shpërndajnë materiale. Po shkojmë në post. Edhe kam porosit 100 Kur'ana në gjep 200 euro, 12.000 denar, me pagujt, po zona, sa ka me kushtu. Kur po thot, për 100 Kur'ana, i keni 800 denar me pagujt vetë. Jo 200 euro, po 13 euro. Pse? Pse shteti e subvencionon shpërndarjen e librave.
Ama libër, do të jetë në formë të librit, jo broshurave, libër I botum. I vetmi kusht është që zarfi të jetë I premte me një skaj, me një qosh, që të shifë që është libër. A më tonë? Edhe në këtë zbulum. Mashallah. Po di jova, a më tonë? Edhe në alhamdulillah, 1500 kurana, për, si me thonë, se vjen ajet, për 200 euro 1500 kurana, me ishë përndonë. Dhe më thonë, ta qonë deri në vend, si ki vendin ndryshme në Maqedoni. Ti kod of shotna që kam porosit që asë s'kom ditë që ekzistojnë, do jem në interesant, geografinë e mësune, për mes kësaj veprimtarie. Edhe alhamdulillah janë ambet, ama në ambet si zili, që kime boshti, po kërkojnë njerëzit, çka me bo. Edhe që pin 2014-ën, këcejmë edhe 10 vjetë plus. Line me kuranat, e pastaj këthejmë në abitin qetë. Vazhdo. Alhamdulillah, atë përkthim, çka e kishim, më thonë, ne e morëm një ekip, kështu, alhamdulillah, o konë Gjevat Hoti, Talha. Do më thonë, grupin e pari, o konë Jasmin Regjepi, bashkëshortja e ti, Mersi Kasmailović, Timur Lenčeković, konë disa persona, bashkëshortja e Timurit Elena Trenčevska, Gjevat Hoti, Talha Efendia, që e përmende Gjevat Hotin, I njëjti Gjevat Hot, pronori asaj me ktepit, edhe unë isha në atë grup, pasta ishte Abdulrahman Salovski, gjithashtu, edhe Enis Maksutovski. Ne, të më thonë ki grupi ditë është, une Abdulrahmani, Talha, Enisi edhe Gjevati. Të më thonë ki grupi ditë I cili e shoshitëm. Hoxhallar këtë janë. Me diplomë. 3 hoxhallar me po. Do më thonë kjo me tapi. E shoshitëm e bënëm si përkthim 3 e bënëm. Anton bile shkruan ati si Gjevatoti si përkthis, bashkë me mbeten ato të partë. Pastaj Enisi Talha Efendia e qerë. Unë isha do më thonë redaktor bashkë me Jasmin Regjepin. Edhe do më thonë Talha Enisi ishin si recenzues. Nejse. Fjallën e kom që e kapëm seriozisht që mangësi që ka I ka posë çdo përkthim ka mangësi. Se më thonë, adat përkthim, jo, s'ka shansa. Vetëm ne ma diturin që ka e kajnë hoxhallar, ta mashallah janë, kretë këto emrat që I përmendja. Këto janë emrat gjigant për shikus. Alhamdulillah. Këtë janë me 10 që këtë janë në Medinet, sos Gjevati, Talha, Enisi. Mashallah janë, kretë të tretë. Nejse, e përkthime bënëm edhe ne me njët a një 2-3 kopje. Edhe nisim iniciativë. Erdhë një vlla musliman që 1500 euro në dha. I fshatit Kosovrasti, Orhan Ramadanovski që përja përmendi emnin. Investimi mençur. Pi kurkundi, erdhë tha që 3.000 euro për përkthimin e Kuranit. Kuranin me asaj. Subhanallah, din. Tham ne, a një 3.000 kopje, po zona sa kushton, një 15.000 euro, 10.000-15.000 euro, ja bëna qarën, I botojna. Kur ndigjum se në Sërbi, në gjumë sërbe, janë shpërnda, janë bo gati me donacion 35.000 kopje. Kurana. Jo 3.000, 35.000. Edhe ne, alhamdulillah, kur donë Allah. Ti me njetë kenis me 3.000, kur donë Allah, se këshire. Shtot edhe një zara. Ato pin havas kanë ra ato pare. Antan. Më dhe kanë ra në atë aspekt që janë pare donacione. Njerëzit I cilin e dojnë që fjallë Allahot të shpërndat. Antan. Ua kam lakmija ti. Elhamdulillah, suna 30.000 Kurana në gjuhën Maqedonase janë shtip. 2024, 4. Për të cilave bënë e sap një 17.000 kemi shpërnda. 17.000. Ka nevoj, se vish mu personalisht e sa vetëm lejmëron, suna I kina I kura Maqedonis për një Maqedon. Qaja toni kina bon ne hotspota, vende ku, shiko, ne preferojmë me post. Pse? Pse e dim që targeti imrin vend, amanitin vend prin. Ama ka dhe hotspot, po zona
hotspot Xhamia Hatun Xhuk, të Bjar Shabani, të Legisi, Ai di, ai që do me arrit të Kurani e gjenë. Do shta me të vetë për literaturë tjetër nëse e kryte me Kuranin. Buhariu është më qënir, nuk është. Është, ama ekip tjetër. Atë keni me thirë papo. Alhamdulillah, janë të... Ashtu për këthi, papo. Ne kemi punu, do më thonë, tefsirin Ibn Kathirit. Po, do shta për... 4 vëllime. Do më thonë, 4 vëllimet. E kemi marrë kretat projekt, e kemi shti bile për më shpërdau. Do më thonë, njëshi ka pas 5.000, 2shi, 3shi dhe 4shi ka 4.000. Janë shpërndau, do më thonë gratis. Alhamdulillah.